nderuar zoti Ministri i Brendshëm, nderuar zonja Hemon, nderuar zoti Fill, nderuar zoti Hoxha, nderuar të pranishëm. Akademia sigurisht çdo ditë përballet me një volum të konsiderueshëm pune për ta kthyer institucionin e edukimit policor në një institucion që diti përballoi me sukses sfidat e zhvillimit. Padyshim që Akademia e Sigurisë po shkon drejt konsolidimit institucional arsimor, bazuar në akte juridike me frymë euro-atlantike dhe perëndimore. Këtij vizioni i shërben edhe akreditimi i Akademisë së Sigurisë dhe programeve mësimore të formimit profesional në sistemin e IADLES, ku aderojnë 77 akademi policore profesionale. Padyshim për këtë jemi falënderues dhe mirënjohës për angazhimin serioz dhe plot përkushtim të drejtuesve të programit ICITAP, ku padyshim një falënderim shkon për drejtorin zotin Dukot, për zotin Fill, cilin kemi kënaqësinë ta kemi sot këtu, dhe në veçanti për atasheun e këtij programi në Shqipëri, zotin Dizi, por dhe drejtuesin e INL-s zotin Kastings, të cilët e kanë mbështetur në mënyrë të fuqishme Akademinë e Sigurisë për akreditimin e saj. Padyshim një vlerësim për stafin drejtues të kësaj akademie, për kushtim mundën të realizojnë këtë akreditim kaq kuptim plot për institucionin e arsimit policor. Policia e shtetit është koshjente për problematikat me cilat ndeshet në përditshmërinë e punëve, me sfidat e zbatimit të ligjit të arsimit lartë dhe ligjit të ri të policisë së shtetit. Akademia e Sigurisë ka detyrimin e mësimdhënies për brezat e rinj të policimit, atyre njohuritë e duhura për teknologjitë bashkëkohore dhe proceset e reja të luftës ndaj krimit, por edhe të përballjes me sfida komplekse dhe për të garantuar besueshmërinë dhe pritshmërinë që qytetarët shqiptar kanë për produktin që nxjerr kjo akademi. Struktura drejtuese të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit do të jenë gjithmonë në mbështetje të realizimit plotësisht të detyrimeve institucionale ndaj Akademisë së Sigurisë, tashmë plotësisht të akredituar në mënyrë institucionale dhe programore. Jam i bindur se drejtuesit dhe stafet pedagogjike të Akademisë së Sigurisë do të dinë t'ia dalin me sukses sfidave për realizimin cilësor të misionit të arsimimit, që është një erazi dhe misioni i organizatës Policisë së Shtetit sipas standardeve dhe modeleve më të përparuara. Sukses e stafit drejtues të akademisë në sfidat e tjera. Honorable Deputy Minister of Interior, Director General Proda, Director General Suleimani, Rector Mandro, të nderuar zëvendës Ministër i Brendshëm, Drejtori i Përgjithshëm Proda, Drejtori i Përgjithshëm Suleimani, Rektor Mandro, staf, dhe të diplomuar të Akademisë së Sigurisë, si dhe anëtar të Komitetit Ndërkombëtar të Ligjit Zbatimit, urime. Ceremonia e sotme e akreditimit është pritur për një kohë të gjatë dhe si për të gjithë gjërat e mira ja ka vlerëtur pritja. Procesi daton që nga viti 1997, kur programi ndërkombëtar i ndihmës së trajnimit të hetimit kriminal të Departamentit të Drejtësisë së Shtetit të Bashkuara, ICITAP, filloi partneriteti me Policinë e Shtetit Shqiptar për të reformuar dhe profesionalizuar Akademinë e Policisë. Nëse bëjmë përpara gati 30 vjet dhe sot Akademia e Sigurisë së Shqipërisë për herë të parë ka nderin të ketë akreditimin nga Shoqata Ndërkombëtare e Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimit të Zbatimit të Ligjit. Ky akreditim certifikon që zbatimi i ligjit në Shqipëri po trajnohet sipas standardeve më të larta të më shumë se 30 vendeve anëtare të shoqatës në mbar botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Por Akademia e Sigurisë së Shqipërisë shkoi përtej, duke arritur çmimin e ekselencës së shoqatës që në vitin e saj të parë, diçka që vetëm 4 akademi të tjera ndërkombëtare e kanë arritur. Përmbushja e këtyre standardeve bën Shqipërinë një partner më të fortë sigurie për Shtetet e Bashkuara. Në udhëheqjen e presidentit Trump, Departamenti i Drejtësisë po bën prioritet eliminimin e karteleve dhe organizatave kriminale transnacionale. Operacionet e grupeve të krimit organizuar shqiptar, përmes lidhjeve të tyre me kartelet në pjesë të tjera të botës, kërcënojnë sigurinë dhe mbrojtjen e amerikanëve dhe të shqiptarëve, përmes aktivitetet të tyre të trafikimit të drogës dhe pastrimit të parave, duke përjetësuar tregtinë e dhunshme të drogës. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për partnerë që janë të gatshëm dhe të aftë të punojnë pa probleme në ligj zbatimin e Shtetet e Bashkuara. Kur ju si partnerët tanë keni aftësitë e duhura, ne mund të punojmë së bashku për të ndërprerë dhe për të penguar rrjedhjen e drogës së palishme dhe për të shmontuar operacionet e organizatave kriminale transnacionale që kërcënojnë komunitetet tona, si në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe në Shqipëri. E përgëzoi rektori Mandro dhe ekipin e tij për arritjen e këtij nderi. Gjatë vlerësimit një vjeçar të akreditimit, ata rishikuan, përditësuan dhe prodhuan më shumë se 400 politika për të përmbushur standardet e repta globale.
Ky vit i punës së palodhur, duke ndërtuar mbi 10 vjeçar përpjekjesh për të modernizuar institucionet e zbatimit të ligjit shqiptar, do të ketë efektin e ratëve të ujit në jetën shqiptare, duke ngritur standardin për të gjitha autoritetet e sigurisë që trajnohen këtu, Policia e Shtetit, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe të tjerë, ndërsa ata kryejnë detyrat e tyre për të mbrojtur popullin e Shqipërisë. Tani është në dorën tuaj që të çoni përpara këtë arritje dhe të mbani këto standarde ndërkombëtare. Ky akreditim nuk është një projekt që ndodh veç një herë, por një përpjekje e gjallë dhe një bazë për praktikat më të mira në të ardhmen. Çdo vit Akademia e Sigurisë duhet të përpiqet të përmbushë këto standarde, duke ruajtur standardet e larta të drejtësisë penale që shqiptarët presin dhe meritojnë. Duke mbajtur standardet profesionale të policisë dhe duke forcuar partneritetet ndërkombëtare, ju do të mohoni kriminalëve dhe trafikantëve të drogës, një streh të sigurt. U bëj thirrje mira burrave dhe grave të policisë shqiptare që kanë pasur privilegjin të kalojnë trajnimin dhe mentorimin e zbatimit të ligjit të Shtetit Bashkuara, që të vënë në praktika të trajnim për të mbrojtur komunitetet tona, për të hetuar dhe ndjekur me vendosmëri krimin organizuar transnacional, korrupsionin, pastrimin e parave, terrorizmin, kontrabandën e emigrantëve, krimin kibernetik, trafikimin e narkotikëve dhe të armëve. Është detyra juaj që të mbani këto standarde ndërkombëtare, jo vetëm për profesionin tuaj, por edhe për sigurinë e Shtetit të Bashkuara dhe të Shqipërisë. Faleminderit për besimin dhe partneritetin tuaj të vazhdueshëm. Burime. Nderuar pranishëm, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, nderuar zëvendës drejtuese e misionit të Shtetit të Bashkuara në detyrë në Shqipëri, nderuar drejtues të Policisë së Shtetit, përfaqësues të Shtetit të Bashkuar në Tiranë, nderuar rektor i Universitetit të Tiranës, rektori i Akademisë së Sigurisë. Është një moment i veçantë dhe i rëndësishëm për sistemin tonë të sigurisë që sot në ambientin e Akademisë së Sigurisë kremtojnë dorëzimin zyrtar të certifikatës së akreditimit të Kolegjit Profesional të formimit policor për vitet 2024-2027 nga shoqata ndërkombëtare e drejtorëve të standardeve dhe trajnimit të agjensive të zbatimit të ligjit. Ky certifikim i fituar pas një procesi të gjatë dhe rigoroz vlerësimi, siç edhe u theksua këtu, është një dëshmi konkrete e përmbushjes së standardeve ndërkombëtare në formimin profesional të punonjësve të Policisë së Shtetit. Ai është gjithashtu një mirënjohje për vizionin, për kushtimin dhe seriozitetin e Akademisë së Sigurisë, e cila mbështetur nga ICITAP dhe partnerët tanë ndërkombëtar po kthehet në një qendër ekselence për arsimin policor. Në themel të çdo shërbimi të mirë që ofron policia jonë e shtetit, komponent themelor qëndron arsimi cilësor dhe me standarde të larta etike e profesionale. Një polici e mirë nis nga një arsimim i mirë. Ky është një parim që e kemi kthyer në politikë orientuese dhe pjesë të vizionit tonë. Në korrik të këtij viti do të hapim thirrjen e radhës për të rinjt që mbarojnë shkollën e mesme për të bërë pjesë e konkurimit në Akademinë e Sigurisë. Interesi i lartë i shfaqur në konkurimin e vitit të kaluar, kur ndryshuam ne sistemin e rekrutimit për oficerët e policisë, na bën të besoj se jemi në rrugën e duhur. Dhe duke përfituar nga ky komunikim, qoftë edhe publik, dua të ftoj të rinjt e të rejat që në listën e përzgjedhjeve të përfshin edhe aspiratën për të bërë pjesë e Policisë së Shtetit. Që moment që dua të ndaj gjithashtu me ju një ndjenjë të thellë mirënjohje, krenarie dhe vlerësimi për gjithçka strukturat tona të sigurisë dhe qytetarët e këtij vendi arritën të dëshmojnë në një periudhë intensive dhe historike për Shqipërinë. Brenda vetëm një jave, vendi ymë përballoi me sukses 3 sfida madhore. Jo vetëm në aspektin logjistik, por edhe i sigurisë dhe i menaxhimit publik. Etapa e parë e Giro d'Italias, që për herë të parë nisi nga toka shqiptare, samiti i Komunitetit Politik Evropian, me pranimin e 47 liderëve europianë në Tiranë dhe pa diskutim që është shembitor procesi zgjedhor i 11 majit, një moment themelor për demokracinë shqiptare. Të gjitha këto ngjarje u menaxhuan me profesionalizëm, qetësi dhe koordinim të shkëlqyer. Ato shërbyen si provë
e aftësive institucionale të shtetit shqiptar dhe standardeve të sigurisë që ne po ndërtojmë. Por më lejoni që të ndalem në një moment shumë domethënës. Në menaxhimin e këtyre 3 aktiviteteve, ngjarjeve të mëdha, u angazhuan edhe studentë të Akademisë së Sigurisë. Ata ishin në terren, në mbështetje të strukturave të policisë shtetit dhe ofruan ndihmesën e tyre me përkushtim, seriozitet dhe përgjegjësi. Dhe në këtë moment natyrisht një falënderim shumë i veçantë shkon për studentët e Akademisë së Sigurisë, të cilët treguan se nuk janë thjesht në një proces formimi, por tashmë janë pjesë aktive e sistemit tonë të sigurisë dhe të ardhmes së policisë së shtetit. Me sjelljen dhe angazhimin e tyre, na dhanë të gjithë një arsye më shumë për të besuar se ky institucion, Akademia e Sigurisë, është në duart sigurta. Në emër të Ministrisë së Brendshme, dua të falenderoj gjithashtu çdo efektiv të policisë. Ata që qëndruan në rrugë, në qendra operative, në mbrojtje të personaliteteve dhe të rendit publik. Ju ishit përfaqësuesit më të denjë të shtetit shqiptar përballë botës. Falenderim edhe për drejtuesit e strukturave të policisë së shtetit, të Gardës së Republikës, të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, të Policisë Bashkiake Tiranë për vendimmarrjen e saktë dhe koordinimin shembullor. Natyrisht një falënderim shkon edhe për qytetarët për mirëkuptimin dhe respektin ndaj kufizimeve që në këto raste janë të detyrueshme. Bashkëpunimi mes policisë dhe publikut është thembeli mbi të cilin ndërtohet siguria dhe shoqëria demokratike. Sot Shqipëria po tregon se është gati të marrë përgjegjësi të mëdha në skenën europiane. Por natyrisht bota ku ne jetojmë nuk përbëhet vetëm nga Bashkimi Evropian, prandaj janë aleatët tanë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mbështetje të theksuar që na ndihmojnë që ne të kemi këtë performancë, një shtet funksional me institucione të afta, me njerëz të përkushtuar dhe me një vizion të qartë. Kjo është fytyra e re e Shqipërisë që ne po punojmë për të ndërtuar të gjithë së bashku me punën dhe sakrificat tona. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në ambientet e Akademisë së Sigurisë. I nderuar zoti Zëvendës Ministri i Brendshëm, i nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i nderuar zonja Catherine Hammond, i nderuar zoti Steve Fields, i nderuar zoti Florian Sulejmani, drejtori i ANPS, i nderuar zoti Richard Diz, i nderuar zonja Mary Kathleen, i nderuar zoti John Kasin, i nderuar zonja Gjiljola, drejtoreshe akreditimit dhe cilësisë në Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve, i nderuar kryetari i rektorëve, zoti Artan Hoxha, profesor, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues partnerë ndërkombëtar dhe bashkëpunëtor të ngushtë të Akademisë së Sigurisë. Të nderuar drejtora departamentesh, të cilët i qëndroni pranë dhe ndihmoni gjithmonë Akademinë e Sigurisë, të dashur kursant, miq, të ftuar, kolegë. Akademia e Sigurisë është institucioni i vetëm i arsimit të lartë në fushën e sigurisë publike në Shqipëri. Është pjesë përbërëse e strukturave të policisë së shtetit dhe zbaton legjislacionin policor dhe atë të arsimit të lartë. Agjenciat ndërkombëtare ligjzbatuese gjithnjë dhe më shumë e shohin policinë e shtetit si një partnere. Programi ndërkombëtar i ndihmës për trajnim për hetimet penale në Departamentin e Drejtësisë, ICITAP, prej vitit 2005 në vazhdim ka mbështetur Akademinë në fushën e trajnimeve duke asistuar me ekspertë të cilët vunë bazat e shkollimit profesional policor dhe bashkëkohor. Ky program ka mundësuar pjesëmarrjen në konferenca të ndryshme të stafit akademisë si dhe ka krijuar hapësira dhe mundësi për komunikim. Ky program ka mundësuar pjesëmarrje në konferenca të ndryshme të stafit të akademisë si dhe ka krijuar hapësira dhe mundësi për komunikim, njohje në vazhdimsi me homologët duke bërë të mundur një shkëmbim eksperiencash me vende të ndryshme të botës dhe të rajonit. Këto mbështetje bën të mundur realizimin e një takimi në Denver, Colorado, të Shteteve të Bashkuara, me drejtorin e përgjithshëm të programit të ICITAP-it, zotit Gregor Dukat, zëvendës drejtorin Artur Venegas dhe me asistencin e drejtorit të ICITAP-it për Evropën, zotin Steve, të cilin kemi dhe të pranishëm sot. Fati solli që në takim të shprehet vizioni dhe interesi që ka Akademia e Sigurisë në Shqipëri për rritjen e kapaciteteve të saj profesionale dhe të ishte antare e një rrjeti të akademive të akredituar në sistemin e IADLES-it. IADLES-i për gjithë është shoqata ndërkombëtare e drejtorëve të standardeve dhe trajnimeve për zbatimin e ligjit.
Në këtë rrjet akademish aderojnë rreth 77 akademi nga të gjitha vendet e botës. Synimi ynë ishte krijimi i një akademie me kurrikula të standardizuara me shkollat homologe profesionale policore, duke punuar në drejtim të rritjes kapaciteteve jo vetëm mësimdhënëse, por dhe modernizimin dhe teknikave investigative dhe të zgjerimit të bashkëpunimit për shkëmbimin e informacionit me qëllim për mbushjen e objektivave unik kundër trafiqeve, terrorizmit dhe printarive të tjera të kundërligjshme. Kjo iniciativë u mbështet nga tashehu i programit të CISTAF në Shqipëri, zoti Richardis, të cilit i jemi mirënjohës pafundësisht dhe duke u konkretizuar me një punë serioze dhe të përkushtuar për stafin e akademisë. Konsultat e shumta të bëra me ekspertë e sistemit të IADLES-it për të përgatitur një material të plot dhe të standardizuar mundësuan që në konferencën e mbajtur në Phoenix në Arizona, vitin 2024, në takimin me drejtues të kurrikulave dhe akreditimit, zoti Mardamito dhe Steve Smith, cilin falenderoj, të informonim për procedurat e ndjekura deri në atë moment dhe plotësimin e kërkesave për një manual akreditimi, që ishte një manual voluminos shumë i vështirë. Kërkesat në këtë manual janë standarde dhe përdoren nga Akademitë e Zbatimit të Ligjit si një burim për procesin e aplikimit dhe të përfundimit të procesit të akreditimit. Nga ana Akademisë u përgatit një material voluminos dhe 3000 faqe, material shqip dhe anglisht, të cilat gjenden përgjigjet e rreth 560 pyetjeve, të cilat bëheshin nga sistemi, po bëheshin dhe nga komisioni i ngritur për të monitoruar Akademinë e Sigurisë. Në vijimësi, ekspertët të cilët ishin caktuar në komisionin e akreditimit, zoti Smith dhe Mardamito, bën intervistën në vend të stafit, siç i themi ne në pjesën tonë, vlerësimi i jashtëm dhe vlerësimi i brendshëm. Ata erdhën këtu për 3 ditë me radhë dhe monitoruan gjithë veprimtarinë e akademisë. Morën kontakte me studentët, me stafin akademik, me strukturat tjera ligjzbatuese të cilat përfitojnë nga Akademia e Sigurisë. Në mbledhjen plenare të 30 shtatorit të vitit kaluar, shoqata ndërkombëtare e drejtorëve, IADLES-i, vendosi me unanimitet statusin e Akademisë së Sigurisë e akredituar, duke vlerësuar me notën 93.7. Ky është një vlerësim maksimal dhe u vlerësuan dhe me titullin ekselent dhe jemi një ndër 4 akademitë e vlerësuara me këtë titull në 77 akademitë e tjera të cilat janë akredituar nga IADLES-i. Akreditimi i akademisë ka vlerë për institucionin, stafin dhe studentët e akademisë, për shkak se ka arritje, sidomos në autoritetin e akademisë, si institucion, në sistemin universitar dhe atë ndërkombëtarizimin e përgjithshëm të tij, që është një ndër objektivat e qeverisë shqiptare për ndërkombëtarizimin e institucioneve arsimore. Krijojmë një standard të unifikuar të kurrikulave me shkollat homologe të zbatimit të ligjit. Krijojmë një shkollë me parametra të kërkuara në shërbim të komunitetit dhe rrisim besimin në aftësitë profesionale që do të ketë punonjësit e policisë në terren. Krijojmë një bazë për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit arsimor profesional policor dhe akademia bëhet partnere e mëtejshme me të drejtat barabarta në arenë ndërkombëtare. Gjithashtu bëjmë akademinë partnere me studimet rajonale, studime të cilat bëhen për sa i përket pjesës kriminalitetit, trafikimit, akteve terroriste, transportimin e lëndëve narkotike e tjera. Si edhe kryesori arrisim një brez të ri për të bërë pjesë e strukturave të policore ligjzbatuese. Dhe ky brez do brumoset me idenë e tij për të kontribuar në zhvillimin e vendit vet, në drejtim të forcimit të rendit dhe sigurisë publike. Akademia në motën e saj bazohet në vlerat e përgjegjshmërisë, neshmërisë, punës dhe apasionuar dhe transparencës. Nga ky auditor duhet të kemi një mirënjohje të cilat do të shkojnë për drejtorin e përgjithshëm të programit të CITAP, zotit Gregor Dykot, të cilit do t'ia dërgojmë gjitha materialet, do t'ia dërgojmë në Washington për t'i ndjekur dhe nga afër, me një videokonferencë që do ta organizojmë më vonë. Zëvendësdrejtorit Artur Venegas, pa mbështetjen e fortë dhe besimin e tyre që patëm tek ne, në takimet që patëm, ne nuk mund të përballonim të rrugë të vështirë të akreditimit, aq më tepër që ishte për herë të parë në vendin tonë. Falenderoj zotin Smith dhe Damito për durimin në studimin e materialeve voluminoze që u vënë në dispozicion, si dhe përgatishmërinë e tyre që në çdo kohë të mundsonin videokonferenca. Falenderoj në mënyrë të veçantë atasheun e ambasadës së Shtetit Bashkuara dhe drejtuesin e programit ICISTAF, zotin Richardis, i cili ka dhënë dhe afron energji pozitive, si dhe mbështetje profesionale në zhvillimin e akademisë si pjesë e zhvillimit të strukturave të tjera ligjzbatuese. Falenderoj zotin John
Kasnin nga Byroja Ndërkombëtare e Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit, INLL-ja, në Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara, i cili mbështet financiarisht zhvillimin e gjithë të procesi kaq të rëndësishëm akademik. Ishte një mbështetje financiare e fuqishme, dashamirëse për të gjithë akademinë tonë. Falenderoj bashkëpunëtorët akademik që kanë një vizion për zhvillimin e akademisë. Kryetarin e rektorëve zotin Artan Hoxha për mbështetjen dhe inkurajimin për të çuar përpara procesat akademike, si dhe grupin mbështetës në këtë arritje, të cilët më bën më të lehtë këtë proces akreditimi. Falenderoj dhe stafin e padukshëm të ICITAP-it, zonjën Liliana Kristo, zotin Morina, Hodaj, Qafat, të cilët kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në përkthimin e materialeve. Dhe së fundmi, por jo nga rëndësia, falenderoj drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, zotin Ilir Proda, përfaqësues e Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Arsimit, të cilët janë të angazhuar dhe mbështesin zhvillimin e Akademisë së Sigurisë. Në ruajtjen e standardit të krijuar dhe në vijshmëritë të aktiviteteve të saj, pasi akademia ka hyrë në një fazë zhvillimi institucional programor në përputhshmëri. Së pari njerë më kërkesat e nivelit 5, 6, 7 dhe 8, që janë kornizat shqiptare të kualifikimit. Janë kornizat të cilat unë do të kërkoj edhe mbështetjen e zyrës së cilësisë dhe të akreditimeve, ku ne kemi për të arritur dhe kemi aplikuar për të marrë nivelet master, dhe sa të fillojmë nivelin master do plotësojmë dokumentacionet për doktoraturë. Mbështetjen nga kryetari i rektorëve e kemi, kështu që na del një detyrë shumë e fuqishme dhe punë shumë e madhe në akademi. Akreditimi institucional dhe programor sipas sistemit evropian është arritje që është bërë në akademi, që monitorohet në zyra e Askalit, si dhe ajo Euroatlantik e Adles. Pra shkolla është e akredituar me të dy sisteme, dhe Europian dhe Euroatlantik. Gjithashtu akademia është përzgjedhur nga qendra e trajnimeve federale FLEC si qendra rajonale për trajnimin e leadershipit lart policor. Për të ka filluar dhe puna dhe po punohet me kurrikula. Akademia e Sigurisë është antarësuar në rrjetin e akademive të Interpolit. Uroj suksese. Suksese akademisë në rrugën e plotësimit të objektivave strategjik, ku motoja jonë do të jetë gjithmonë ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Sfida jonë do të jetë gjithmonë ndryshimi. Për mua personalisht, drejtimi i Akademisë Sigurisë në këtë rrugë sfiduese ka qenë një privilegj dhe përgjegjësi. Të gjithë ne kemi të drejtë të ndihemi krenar për këto arritje në akademi, të cilat do të jenë shtys për të ecur përpara, të sigurt dhe vetëm përpara. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe desha të bëja edhe një ekspoze krahas këtij akreditimi, një ekspoze të punës që është bërë dhe do të bëhet në këtë akademi. Ju falenderoj. Victor.